Me rastin e festave të 7 marsit, Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Klubin e Sportit dhe Grupin e Kërcimit organizuan një koncert festiv me këngë kushtuar mësuesve dhe nënave, valle tradicionale dhe kërcime aerobike. Pranvera edhe këtë vit trokiti në vendin tonë. E me gëzimi që qel pranvera dhe ne festojmë të lumtur 2 datat simbol, të dijes dhe të rilindjes së jetës, 7 dhe 8 marsin. E ku ka më bukur se sa të festosh në të stin të luleve për 2 lulet më të bukura të jetës tonë. Mësuesit tanë të dashur, që ndër vite keni mëkuar tek ne dashurim për dijen, familjen e adheun, dhe për ju nëna, që na keni dhuruar jetën, na keni rritur e edukuar me sakrificave dhe sublime që vetëm nënat dhe gratë shqiptare din ta bëjnë. Të shkruash për ju nëna dhe mësues, do të kërkoja të zgjidhja fjalët më të bukura në repertorin e gjosisë. Por përsëri nuk do të mjaftonte, sepse ju meritoni më shumë. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e shtëpisë muze të Kongresit të Lushnjës. Për të ndjekur këtë aktivitet, ishte e pranishme kryetaria e bashkisë Riselda Sefa, e shoqëruar nga stafi i saj, prindër, nxënës dhe qytetar. Programi artistik ishte tepër i larmishëm dhe u duar trokit nga të pranishmit.